Në këtë prezantim do t'ju njohim me marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, ngjarjeve dhe dokumentave kryesorë që lidhen me këtë proces. Marrëdhënia e Shqipërisë me Bashkimin Evropian daton në fillimin e viteve 90 me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Komunitetit Evropian dhe Shqipërisë dhe fill pasaj me nënshkrimin e marrëveshjes së tregtisë dhe bashkëpunimit ekonomik midis palëve në vitin 1992. Por gjatë viteve 90 Shqipëria nuk arriti dot të avancojnë hapat e saj në procesin e integrimit apo të ngushtimit të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe ajo do të bëhet pjesë e procesit të integrimit në fillimin e viteve 2000 së bashku me vendet e Ballkanit Perëndimor për shkak të ngjarjeve që përshkruan ish-Jugosllavinë. Në vitin 2003 Shqipëria do të hapi për herë të parë negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asocimit, që është dokumenti kryesor i procesit të integrimit dhe procesit stabilizim asocimit të Shqipërisë në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Marrëveshje e cila do të nënshkruhet në vitin 2006 dhe do të hyjë në fuqi në vitin 2009, pra në 1 prill të vitit 2009. Paralelisht me plotësimin e kushteve për nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi të marrëveshjes stabilizim asocimit, Shqipëria do të ndërmarrë një sër reformash për të mundësuar lëvizjen e lirë të shtetësve shqiptar në hapësirën Schengen të Bashkimit Evropian dhe kjo marrëveshje do të realizohet në 15 dhjetor të vitit 2010, kohë në të cilën pra do të mundësohet dhe lëvizja e lirë shqiptarëve në drejt hapësirës Schengen. Shqipëria në vitet 2009 vendos gjithashtu që të aplikojë për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Procesi i antarësimit të një vendi në Bashkimin Evropian në fakt kalon disa procedura të ndryshme nga procesi i stabilizim asocimit, pasi ai mbështetet në nenin 2 dhe 49 të Traktatit të Bashkimit Evropian, nenet të cilat përcaktojnë procedurën dhe kushtet që duhet të plotësojë një vend. Megjithatë, pa dashur të ndalemi më në detaje lidhur me këto dy nene, mund të themi që Shqipëria arriti të aplikojë, aplikimi i saj u mor në konsiderat nga autoritetet e Bashkimit Evropian, pra Këshilli Evropian dhe Komisioni, dhe në vitin 2014 Shqipëria mori statusin e vendit kandidat, i cili është një moment që paraprin një moment tjetër të rëndësishëm, siç është hapja e negociatave. Dhe që nga viti 2014 Shqipëria po punon, pra po përpiqet që të plotësojë reformat në mënyrë që të ketë një datë për hapjen e negociatave. Por përgatitja e vendit për të bërë antar dhe për të hyrë në rrugën e integrimit të Bashkimit Evropian fillon herët. Siç e tham pak më përpara, në vitet 2000 BE-ja fillon të ndryshojë dhe qasjen, pra pas pushimit të luftës në ish-Jugosllavi, BE-ja vendos që të aplikojë në rastin e vendeve të Ballkanit Perëndimor atë që kishte bërë dhe me vendet e tjera të Europës qendrore dhe lindore, të ofrojë një strategji zgjerimi në grup për të gjitha këto vende. Dhe për këtë arsye ajo i dedikoi disa samite radhasi, pra që nga viti 2000 deri në vitin 2003, siç ishte samiti Europian i Ferias, i Zagrebit apo i Selanikut, të cilat nënvizuan në radhë të parë faktin që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë vende potenciale kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian dhe perspektiva e tyre u lançua në samitin e Selanikut në vitin 2003, pra ku bëi qartë perspektiva e antarësimit edhe integrimit të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian, dhe kjo perspektivë u materializua në atë kohë, jo vetëm pra me përgatitjen e marrëveshjeve të stabilizim asocimit për të gjitha këto vende, por dhe me përgatitjen e dokumentave të partneritetit, të cilat në mënyrë të detajuar dhe specifike parashikonin kushtet dhe detyrimet që kishin këto vende për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Procesi i stabilizim asocimit në fakt është kuadri ku mblidhen të gjitha pikat kryesore të bashkëpunimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër. Ky proces përqendrohej në disa drejtime kryesore. Drejtimi i parë kishte të bënte me nxitjen e bashkëpunimit midis vetë vendeve Ballkanit Perëndimor në disa fusha, siç ishin ato të natyrës ekonomike, ashtu sikurse edhe në adresimin e fenomeneve negative të përbashkëta. Njëkohësisht, brenda kuadrit të procesit të stabilizim asocimit, Bashkimi Evropian hartoi marrëveshjet e stabilizim asocimit që synonin ndërtimin e marrëdhënieve kontraktuale bilaterale midis vendeve të asociuara nga njëra anë, Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ndërkohë që vetë Bashkimi Evropian në fillimin e viteve 2000 hartoi një sër rregulloresh që kishin të bënin me
ofrimin e një regjimi autonom preferencial në marrëdhënie tregtare midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në fakt, të gjitha reformat e ndërmarra në atë kohë nuk do të ishin të mundura pa asistencën financiare të Bashkimit Evropian, e cila ofrua në forma të ndryshme dhe që synonte ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra të administratës publike në vendet e Ballkanit Perëndimor, në përgatitjen e legjislacionit të përshtatshëm me atë për t'u përgjigjur reformave dhe të ngjashëm me atë të Bashkimit Evropian, sikurse dhe në ndihmën infrastrukturore për ngritje e institucionesh apo për të ndihmuar sektorë të tjerë të zhvillimit ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja e stabilizim asociimit, sikurse e tha më sipër, është një marrëdhënie kontraktuale midis Bashkimit Evropian, antarëve, pra vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe vendit të asociuar në rastin konkret të Shqipërisë. Në fakt, baza ligjore është neni 217 tashmë i Traktatit të Funksionimit të Bashkimit Evropian, i cili njeh të drejtën e komunitetit, në rastin konkret të bashkimit, që të përfundojë me një ose më shumë shtete apo organizata një marrëdhënie, pra një marrëveshje që krijon një asocim që përmban të drejtat dhe detyrimet të ndërsjellta, veprimet të përbashkëta dhe procedurat të posaçme. Çka do të thotë të nxjisi bashkëpunimin midis këtyre vendeve, pra në fushën ekonomike, por edhe më tej se kaq. Dhe jo padyshim është interesante përmendet fakti që vetë një nga ish presidentët e Komisionit Evropian i quan marrëveshjet e asociimit si një marrëveshje tregtare plus dhe një marrëveshje antarësimi minus. Pika lise e procesit të stabilizim asociimit është më i mishëruar në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asociimit dhe i procesit të antarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian është përafrimi i legjislacionit shqiptar me aki komuniter. Aki komuniter nuk kupton legjislacionin e Bashkimit Evropian duke filluar që nga tratatet themeluese dhe deri tek ajo që quhet soft law apo parimet e së drejtës europiane. Çdo vend që dëshiron të bëhet antar i Bashkimit Evropian, qoftë ky vend i asociuar apo potencial kandidat, është i detyruar që të përafrojë legjislacionin dhe të zbatojë aki komuniter. Vetë BE-ja e ka ndarë legjislacionin e vet, pra aki komuniter, në 35 kapitull kryesor, të cilat përfshin të gjitha fushat dhe politikat sektoriale të Bashkimit Evropian dhe ato parashikojnë standardet dhe objektivat që duhet plotësojë një vend në mënyrë që të jetë në përputhje me politikat dhe me ligjet e BE-s. Bashkimi Evropian ndoqi një strategji të ngjashme me vendet e Ballkanit Perëndimor, ashtu sikurse dhe me vendet e Europës Qendrore dhe Lindore, duke menduar antarësimin e tyre në grup. Në fakt, kjo strategji ka ndryshuar, po t'i referohemi kohës ku jetojmë. Megjithatë, pikë e përbashkët e këtyre dy proceseve, pra të antarësimit të Europës Qendrore dhe Lindore dhe të Ballkanit Perëndimor, është pikërisht detyrimi i këtyre vendeve për të zbatuar ato që quhen kriteret e Kopenhagenit. Tashmë BE-ja, ashtu sikurse thamë dhe më sipër, parashikon në traktatet e saj themeluese disa kushte që duhet i plotësojë një vend për të bërë antar në Bashkimin Evropian. Këto kushte janë kodifikuar brenda kritereve të Kopenhagenit dhe tashmë ato kërkojnë që një vend të bëhet antar në Bashkimin Evropian, ai duhet të demonstrojë që është shtet i së drejtës, që zbaton ligjin dhe gjithë elementat që përfshihen në këto dy koncepte përbëjnë ato që quhen kriteret politike të Kopenhagenit, dhe nga ana tjetër ky vend duhet të jetë një ekonomi funksionale dhe të garantojë liritë themelore të sipërmarrjes dhe tërësia e rregullave apo e detyrimeve që lidhen me këto dy koncepte futen brenda kriterit ekonomik të Kopenhagenit, ashtu sikurse një vend të bëhet antar në Bashkimin Evropian dhe që e përmendëm pak më sipër duhet të përafrojë legjislacionin e vet dhe ta bëjë atë identik me legjislacionin evropian dhe në rastin konkret kjo përbën dhe aftësinë e vendit për të përafruar dhe për të zbatuar kuadrin normativ të BE-s dhe që përmblidhet brenda kriterit ligjor të Kopenhagenit. Në fakt, duhet theksuar që Shqipëria po punon në dy drejtime kryesore. Së pari në drejtim të zbatimit të marrëveshjes stabilizim asociimi që në fakt ishte pjesë e procesit stabilizim asociimit, por njëkohësisht që nga viti 2009 me aplikimin për të bërë antar në Bashkimin Evropian, Shqipëria po punon fort edhe për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Këto dy procese nuk është se janë të ndara nga njëra tjetra, ato kontribuojnë për një qëllim të vetëm, antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
por që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, ajo duhet të plotësojë disa kushte, dhe plotësimi i këtyre kushteve nënkupton jo vetëm marrjen e statusit të vendit kandidat, çka ne arritëm ta fitojmë në vitin 2014, por njëkohësisht dhe hapjen e negociatave dhe fillimin e negocimit për të bërë antar në Bashkimin Evropian. Që Shqipëria të marrë një datë për hapjen e negociatave për të bërë antar në Bashkimin Evropian, ajo duhet të plotësojë disa kushte. Por cilat janë kushte që duhet plotësojë Shqipëria për të bërë antare në Bashkimin Evropian? Në fakt ato janë sot të grupuara në 5 dhe përfshin krijimin e një administrate profesioniste dhe të depolitizuar, forcimin e pavarësisë të institucioneve të drejtësisë, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit organizuar dhe mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Po t'i vëmë re, të gjitha këto kushte në fakt lidhen me plotësimin e kriterit politik të Kopenhagenit, sepse ai është pika hyrëse që një vend të avancojë drejt procesit të negociatave për Bashkimin Evropian. Plani kombëtar për integrimin evropian është një nga dokumentat strategjik që ka hartuar shteti shqiptar për t'u përgjigjur sfidave të integrimit. Ai reflekton gatishmërinë e qeverisë shqiptare për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Në fakt, ky dokument është hartuar nga grupet e punës, të cilët përbëhen nga ekspertë, pra specialistë të ministrive të vendit tonë, të cilat janë të organizuar sipas tashmë fushave të acquis communautaire. Plani është ndarë në 3 pjesë kryesore. Pjesa e parë tregon arritjet dhe sfidat e së ardhmes në lidhur me forcimin e shtetit të së drejtës dhe të demokracisë në Shqipëri, për t'u përgjigjur pra reformave të domosdoshme në kuadër të kriterit politik të Kopenhagenit, ndërkohë që pjesa e dytë reflekton të gjitha arritjet dhe sfidat për krijimin e një ekonomie tregu dhe funksionale në Shqipëri brenda kriterit ekonomik të Kopenhagenit, dhe pjesa e tretë lidhet me kuadrin normativ të përafruar dhe ato çka do të bëhet në perspektivë, në mënyrë që të përmbushen të paraprimi legjislacionit për sipas pra 33 kapitujve të acquis communautaire në një periudhë afat shkurtër dhe afat mesme. Shqipëria, sikurse edhe pjesa më e madhe e vendeve të Ballkanit Perëndimor, tashmë kanë një marrëveshje të asociimi, kanë aplikuar për të bërë antar në Bashkimin Evropian, një pjesë e tyre kanë marrë statusin e vendit kandidat, madje disa prej tyre kanë hapur dhe negociatat për të bërë antar në Bashkimin Evropian, siç është rasti i Malitezia apo të Serbisë. Por ama të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ndjejnë një lloj lodhje apo një lloj stagnacioni kur vjen puna me procesin e zgjerimit. Kjo është ndjer edhe në drejtim të vet institucioneve apo të vet Bashkimit Evropian. Për t'i dhënë një impetus, pra për t'i dhënë një impakt të ri dhe një hof të ri procesit të integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, u ndërmor një iniciativë e fundit në vitin 2014, e quajtur si procesi i Berlinit. Procesi i Berlinit nuk është gjë tjetër veçse një dakordsi e liderave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të drejtuesve kryesorë të institucioneve europiane, i mbështetur nga disa shtete që janë partnerë kyç të vendeve ballkanike, siç është në rastin konkret Gjermania apo Franca apo Italia, të cilët u mlodhën së bashku me ministrat e tyre të jashtëm dhe të ekonomisë për të parashikuar një qasje më strategjike dhe më dinamike për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ky takim tashmë është formalizuar në një mbledhje e cila do të mbahet çdo vit për një periudhë 4 vjeçare, ku janë përcaktuar dhe objektivat kryesore se ku do të punohet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, si për shembull adresimi i konflikteve apo çështjeve të mbetura të pazgjidhur, tek mobiliteti i të rinjve deri tek tregtia, ashtu sikurse dhe planifikimi i investimeve strategjike në Ballkan dhe në raport me Bashkimin Evropian. Natyrshëm një pyetja, pse është bërë i vështirë sot procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian? Pse po kërkohet kaq shumë kohë për të bërë antar në Bashkimin Evropian? Janë një sër faktorësh, të brendshëm dhe të jashtëm. Kur vjen puna me reformat e brendshme, të gjithë jemi të vetëdijshëm që kërkohet një punë e dyfisht, mjaft e madhe dhe sfidat janë në rritje në raport me këtë proces, por nga ana tjetër shikojmë që dhe vetë brenda kontekstit të Bashkimit Evropian ka një sër faktorësh që e kanë ngandalsuar këtë proces. Për shembull, rasti i krizës ekonomike që përshkoi gjithë vendet e Bashkimit Evropian, ashtu sikurse dhe rritjes së rolit të vendeve anëtare në raport me procesin e zgjerimit. Tashmë vendet anëtare e kanë dominuar procesin e zgjerimit, ato kanë hyrë me vendimarrjen e tyre unanime në çdo hap të procesit dhe kanë bërë atë paksa më të vështirë në raport me zgjerimet që kanë ndodhur në Bashkimin Evropian deri në fillimin e viteve 90.
Procesi i zgjerimit i Bashkimit Evropian është shoqëruar edhe me rritjen e disa fenomeneve negative në thonjsa, siç është vështirësi në menaxhimin e kontrollit të kufinjeve, apo probleme të tjera që ka hasur vetë Bashkimi Evropian, të cilat kanë çuar edhe në një irritim të popullsive të vendeve të Bashkimit Evropian dhe rritje të ekstremit të djathtë të këtyre vendeve të cilat ruajnë një pikpamje konservatore për të mbajtur Europën e Bashkuar të vogël dhe brenda një grupi të caktuar shtetesh. Strategjia e zgjerimit, e publikuar së bashku me raportet e progresit që masin progresin e arritur çdo vit nga vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadër të antarësimit, tregon qartë se rreth 5 viteve të ardhshme nuk do të kemi një antarësim të vendeve të Ballkanit, pra nuk do të kemi më vende të reja në Bashkimin Evropian. Kjo vjen si rezultat i faktorëve që ne i përmendëm më sipër, çka do thotë që kriza ekonomike dhe ngjarjet konfliktuale të viteve të fundit, të ditëve të fundit kanë bërë që vendet e Ballkanit Perëndimor të mos kenë një perspektivë të qartë për antarësimin e tyre, ashtu sikurse ka zhvendosur dhe vëmendjen e liderëve evropian dhe të krerëve të institucioneve evropiane në çështjet e brendshme dhe jo ato të zgjerimit të Bashkimit Evropian.